Janina Ymeri nga Lidhja Demokratike e Kosovës i ka reaguar ashpër Ron Gjinovcit pasi tha se Ymeri ka keq informuar për çështjen e energjisë elektrike. Përmes një postimi në Facebook, Ymeri ka thënë se i dallon pushtetet e majta ekstreme. Ajo ka thënë se njerëz si Roni do i kishte përgëzuar në rast të arritjeve të punës, por jo si sateliti i pushtetit, posaçërisht kur thirren se din më shumë. Lidhur me reagimet e Ron Gjinovcit dhe ekstremistëve të tjerë të majt, qëndrimet e mia i kam të qarta dhe unë nuk i fsheh ato dhe as nuk i ndërroj varësisht nga era apo sponsorët e radhës. Unë jam e djathtë dhe qëndrimet e mia janë konsistente me atë që besoj. Është e vërtetë e dhimbshme se pushteti në Kosovë, i udhëhequr nga një ideologji ekstreme të majt, po zbaton një formë të inxhinerigut social përmes presionit ekonomik. Ky pushtet po i përzëtëri nga vendi, që lehet vërtetohet nga të dhënat statistikore. Kjo është strategji e qëllimshme për të eliminuar opozitën potenciale, shtresën e mesme dhe rinin kritike dhe për të siguruar financim për aparatin e tyre burokratik e komisarët politik si Roni. Njerëz si Roni do i kisha përgëzuar në rast tjetër të arritjeve e punës, por jo si satelit pushteti, posaçërisht kur thirren se din më shumë. Po ashtu është fakt se vetvendosje nuk po e lufton varfërinë, por po e institucionalizon, duke varfëruar qindra mijëra njerëz e duke i bërë të varur nga lëmosha shtetërore. Nëpërmjet devijimit të fondeve nga investimet jetike si arsimi, shëndetësia, infrastruktura dhe shpërndar ato si skema sociale, pushteti i fut familjet në rrethin vicioz të mjerimit ose emigrimit, njësoj si kudo ku ka sunduar e majta ekstreme. Plani i lig është krijimi i varësisë ndaj pushtetit për mbijetesë afatshkurtër, qoftë edhe me çmimin e sakrifikimit të ardhmërisë së fëmijëve të tyre. Për më tepër Roni, Albini me shok që dia u ngritën, janë mjeshtër të një marketingu politik që nuk mund të quhen ndryshe, veç se mashtrim. Strategjia e tyre bazohet në kanalizimin e urrëties dhe frustrimit qytetar drejt çdo adrese të mundshme. Përveç vetvetes, ata as nuk janë të aftë dhe as nuk kanë vullnet për të ofruar zgjidhje reale. Identiteti i tyre social dhe politik bazohet në gjendje konflikti të përhershëm dhe në mjerim kolektiv, dhe kjo nuk është befasuese kur sheh profilin e arkitektëve të kësaj gjendjeje. Ron Gjinovci, Albin Kurti, Glauko Njufsa dhe eksponentë të tjerë bashkarisht kanë 0 ditë përvoje pune në sektorin real. Këta janë njerëz të rritur që profesion të vetëm kanë pasur tregtimin e kauzave, qoftë nacionalizmi, të drejtat gjinore apo ambienti, kur ne nuk kemi as spitale të mira e as rrym. Në thelb këta janë Beleshgjie dhe Mbela, që e kanë punën alergji e maskohen si intelektual me retorik, sofiste e broçkullat trockist. Por realiteti ekonomik e social punon me ligjin e gravitetit dhe nuk mundet me riciklime të parullave nga revolucionet e dështuara në histori. Është çështje kohe, por përfundimi ka me qenë si kudo, ku ka qenë në pushtete majta ekstreme. Deri atëherë mbaja në mend fytyrën time, që do të zgjohet, prit e paprit, të ta rikujtoj duke punu, faktin se ti e soi yt, bën tifo për mashtrues si Kurti, e të tjerët punojnë e sakrifikojnë për këtë vend, shkruan Janina Ymeri. Analisti politik Ron Gjinovci ka goditur ashpër kandidaten për deputete të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Janina Ymeri. Kohëve të fundit kemi mujt me një emrin e bukur Janina tu laku nëpër mediat kosovare. Janina ka dalë me disa të dhëna profesionale dhe ka dëshmuar që Albini është njeriu i Serbisë. Për të disa të njerëz dëshmohet kjo gjë. Kësaj radhe përmes të dhënave profesionale nga dikush që po e njeh ka energjetikën si fush. Kjo njohësja shumë profesionale e energjetikës tha se Albini është kukull e mafisë energjetike të Ballkanit me bazë në Serbi. Aty u binda se ende Rumja është tepër profesionale. Mas 2 ditësh kjo profesionista e të dhënave profesionale aderoi në LDK, e këtu ja vendosa vulën profesionalizmit të saj, sepse siç e dim të gjithë profesionistat, akademikët, profesorat dhe gjithçka tjetër nga bota e intelektit, herët avon përfundojnë në LDK. S'kishte si mos me përfundu edhe profesionista e energjetikës, aty ku është vendi i kokave të gjithë fushave e veprimtarive. Kur hupën në zgjedhje, më falni, kur u degeneru në zgjedhje, se kjo humbje nuk ish, kjo ish një degenerim politik i papam ndonjëherë. Pra kur shpifjet dhe rrenat profesionale të të dhënave profesionale dështuan tanësisht, fajnja lan qytetarëve që nuk dinë nuk kuptojnë, por shiten për 100 euro. Edhe këtu reagova unë kundër profesionistes së sapo aderuar te strufullogu i profesionistave. Thash edhe ju thon prap, majani në men emrin e fytyrën dhe ndëshkojeni në votimet e radhës. Kjo më pas ka reaguar alfabetisht dhe një 1600 analfabetat të tjerë ja kanë balajk. Me këtë reagim, profesionistja ma dëshmoi se është një analfabete, si shumica e atyre që dalin në televizor në Kosovë. Kish marrë me shkru në standard, por kish probleme thelbësore në sintakse morfologji. E tash dikush prej ju thot, por edhe ti nuk po shkruan në standard, por ama unë me qëllim, sepse unë du me komuniku me popullin që e merr vesh gegnishten
e si jam interesuar me u paraqit profesionist si ajo në fjalë. Tha që unë jam ekstremist i majt, a thu se është ofendim. Unë do të desha me ken aq i majt sa thot profesionista në fjalë, po nuk jam. Bile më vjen pak zor pse s'jam më i majt. Si rrjedhim me marr kompliment kur dikush më shes si shumë të majt. Me njerë mas akuzës si ekstremist i majt, më akuzoj që unë i ndërroj qëndrimet në varësi të sponsorëve. Kjo është një kontradikt logjike tepër elementare. Ekstremistat e majt sipas definicionit janë persona të pamarrur veshe kryefort e nuk i ndrojnë qëndrimet e tyre. Bile mos ndërrimi i qëndrimeve përbën akuzën kryesore për ta. Mandej vazhdoi të thanë që në Kosovë pushteti udhëhiqet nga një ideologji e ekstremit të majt, po të ishte pushteti udhëhequr prej ideologjisë e ekstremit të majt, bankat nuk kishin dalë me fitim këto 5 vitet e fundit. As kishte me kënë Kosova, ndër të rradhat vende pa tatim në dividend. A e shihni si nuk arrin me identifiku gabimin logjik të fjalive që përdor. Kjo është saktësisht çka analfabeti funksional ban zakonisht. Tha që pushteti dhe unë si komisari i pushtetit jena duke e bërë një konspiracion kundër Kosovës, po e zbrazin për të rinjve ashtu që me eliminu opozitën potenciale pra të rinjt, e cila grup moshe voton mas shumë të lëvizjen vetëvendosje, grup mosha 45 e nalt, jo pra pikërisht e kundërta. Vetëvendosja prej se ekziston aleancën kryesore e ka me të rinjt e këtij vendi, që pra dhe kontradita tjetër e analfabetes, vetëvendosja po mundohet me zbraz Kosovën nga votuesit e vet. Mandej tha se unë nuk bëj punë të vërtet, dhe me njerë në paragrafin pas këtij ku tha që nuk bëj kur far pune, tha se jam mjeshtër i marketingut politik. Për më tepër, Roni Albini me shok që dije u ngritën, janë mjeshtër të një marketingu politik, shkruan ajo. Komenti jem për logjikën e shmjerim, e ta është Zoja Zotni, shpike e re profesionistes, thot se Ronjinov, Albin Kurti, Glauko Njufca dhe eksponentë të tjerë bashkërisht kanë 0 ditë përvoje pune në sektorin real. Por si që dini, unë, Albini dhe Glauku jemi në sektorin imagjinar, na veç ju dokëm juve se na nuk jena për një me, ndërka që analfabetja pas ka ken në sektorin real, kur ne kemi ken 0, nuk e kuptova pse me fjalë dhe me numër po hajt nejse ditë përvoje pune. Të dashunit e mi, në këtë pikë jam i shokuar edhe vet, nuk arri me kuptu që është dikush në shekullin 21 shkruan diçka të tillë me seriozitet të plot, për më tepër kjo dikush do të jetë sipas të gjitha gjasave përfaqësuese ajo në Kuvendin e Republikës, me guximin tipik të analfabetes, me gabime që s'po i theksoj mas se u bën aboz, profesionistja e mbylli. Është një këngë kushtuar Ali Pashte Pelenës dhe emri Janin është i famshëm sot për shkak të tij. E kënga fillon me Janinës që pa në syt, e un po i them sot Janinës, Janin ç'na pa në syt me statusin tënd analfabetik.